Futbolli është ndër ndjenjat dhe pasionet më të mëdha të njerëzimit. Të jesh tifoz me një ekip futbolli do të thotë të kesh një ndër raportet më besnike të jetës tënde me këtë lloj sporti, i cili është sporti më popullor në botë. Megjithatë ka ndeshje dhe përballje të cilat e tejkalojnë sensin e masës dhe të një aktiviteti sportiv apo të një sporti kaq të dashur siç është futbolli. Dhe simbolika e një raporti përtej fushës është pikërisht përballja mes Shqipërisë dhe Serbisë. Dy kombëtarët janë ndeshur gjithsej 2 herë me njëra tjetrën. Përballja e parë ka qenë për Euro 2016, ka qenë në 14 tetor të vitit 2014 në stadiumin Partizani në Beograd. Në një atmosferë të tensionuar ka nisur ndeshja mes kombëtarëve të Shqipërisë dhe të Serbisë dhe në minutën e 41 të ndeshjes, një dron me flamurin e Shqipërisë etnike ka fluturuar në qiellin e Beogradit, kaq ka mjaftuar që ndeshja të ndërpritet, tifozeria të hyjë në fushë, të dhunohen futbollistë e ekipit shqiptar, të cilët janë përcjellë në masa sigurie, por natyrisht edhe duke u goditur nga tifozë serb që kanë hyrë në fushë për t'u përcjellë pra në dhomën e zhveshjes. Ekipi shqiptar nuk ka pranuar më të dalë në fushë, është kthyer menjëherë në Tiranë, ndërkohë që është të çuar çështja dhe ndeshja është parë nga Kasi, i cili ka vendosur që Shqipërisë t'i jap 3 pikë në tavolinë, ndërsa Serbia të penalizohet me 3 pikë për atë që ndodhi në stadiumin Partizan të Beogradit. Një vit më vonë, në 8 tetor të vitit 2015, është përballja e dytë mes Shqipërisë dhe Serbisë, e luajtur në Elbasan Arena, një ndeshje e cila është luajtur në masa tepër të larta sigurie, nuk ka patur incidente, megjithatë është fituar nga serbët me rezultatin 2-0 në minutat shtesë. Golat janë shënuar nga Kloravov dhe Ljajić. Përballja e radhës mes Shqipërisë dhe Serbisë është në fakt për kualifikuese të botrorit 2026. Të gjithë presim të shohim një ndeshje futbolli, një ndeshje e cila është e vlefshme në fakt për kualifikueset e botrorit 2026. Por ndeshje si kjo mes Shqipërisë dhe Serbisë, hyn tek ato ndeshje ku harrohen kompeticionet përse ndeshen dy ekipet, harrohet ndoshta edhe rezultati, harrohet kush i ka bërë golat, kush ka patur rastet më të mira, kush ka luajtur më mirë në fushë. Sepse pavarësisht se të gjithë ne jemi gati për të parë një ndeshje futbolli, të gjithë ne jemi të ndërgjegjshëm që simbolika e kësaj ndeshje është përtej fushës së futbollit.